Ke menduar ndonjëherë kush është pasuria më e madhe për një njeri në këtë botë? Paraja? Toka. Floriri. Koha. Koha është pasuria më e madhe për një njeri. Paran mund ta humbasësh edhe e fiton përsëri. Çfarëdo lloj pasurie mund ta humbasësh edhe e fiton përsëri, nëse ke kohë. Kohën e humbur nuk e fiton kurrë më, as edhe një sekond vetëm, sado pasuri ti të kesh. Megjithse për pasurinë materiale kemi universitete dhe studime pafund se si ta menaxhojmë atë, për pasurinë e vërtet nuk kemi asgjë. Askush nuk na mëson se si ta harxojmë këtë pasuri. Me këtë ta harxojmë këtë pasuri. Ne jemi gati të gjithë të zënë gjithë ditën, pas punëve, pas problemeve, pas bërjes së asaj pasurisë tjetër, materiale, dhe nuk kemi kurrë kohë për ata që e meritojnë me të vërtetë të pasuri. Prindrit, familja, fëmijët, njerëzit që me të vërtetë na duan. Edhe shumë nga ne vazhdojnë t'ia dedikojnë këtë pasuri marrëmendse njerëzve dhe gjërave që nuk meritojnë as edhe një sekond të vetëm nga kjo pasuri. Interesant.